Selam aleikum, për ata që agjerojnë dhe kanë ilaçe për të pi, a munden t'i pinë ditën pa ujë? Aleikum selam. Është interesant edhe shumë e çuditshme sa dhjetra qindra pyetje të njëjta kemi. Edhe jam mundu me kqyr sebepin, ka njerëzit e kanë marrë këtë bindje që nëse e pin një kokër, domethënë një ilaç kështu pa ujë, edhe shkon në klik direkt në luks, nuk e prish agjerimin. Ata po thonë, se po më keq kuptoni nejsan. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, po ju tham, keni kujdes, mos pini barna, kokra, ilaçe, as me ujë, as pa ujë, se e prish agjerimin. Çdo sen që shkon në luks, edhe nëse e merr ti edhe çel gojën, edhe çon në luks, një kokër, e lidh me një pe, edhe nuk prej kërkun nëpër zorët e barkut, shkon të lëk, e lëshon atje poshtë, edhe hekat panin tap, apet ta prish agjerimin, se nuk ka qëllimi që që ke që me ujë pa ujë, qëllimi ke hongër diçka, në lukt ka ra diçka. Kjo është sebepi që e prish agjerimin. Andaj për Zot Zotit, kallëzojeni njerëzve, kuptojeni mirë, e ruani agjerimin, e mos e prishni pa dije. Allahu ju rujt.